Përshëndetje, përshëndetje, këtu KJV Papi dhe janë këtu për t'ju treguar se si të jeni 100% të sigurt që do të shkoni në parajs ose që keni jetën e përjetshme, sepse të gjithë do të vdesin një ditë dhe është një ndjenjë shumë e mirë ta kesh këtë siguri në zemër dhe të mos kesh të bësh me pasoja të këqija pasi të vdesësh. Më trego, a je 100% i sigurt që kur të vdesësh do të shkosh në parajs? A je 100% i sigurt? Sepse disa njerëz do thoshin, e di, jam disi i sigurt, shpresoj që po. Mendoj se po, jam mjaft i mirë, jam një person mjaft i mirë. Kjo është ajo që do të thoshin shumica e njerëzve. Po të pyes, a je 100, jo 80, jo 98, por 100% i sigurt që kur të vdesësh do të shkosh në parajs? A je 100% i pastër? E di ti Bible. Bibla na thot se mund të jemi 100% të pastër? Pra, pa humbur kohë, thuhet te Romakëve 3:23, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe janë larg lavdisë së Perëndisë. Kjo do të thotë se askush nuk është i përsosur, as unë, as ti, madje as gjyshja. Të gjithë gabojmë dhe mëkatojmë. Të gjithë bëjmë diçka të keqe. Të gjithë kemi gënjur ndonjëherë, ose kemi thënë ndonjë fjalë të keqe, ndoshta, ose e di, kemi vjedhur një laps. Thjesht të gjithë jemi larg lavdisë së Perëndisë. Kjo është e Romakëve 3:23 dhe thuhet se paga e mëkatit është vdekja. Pra, sepse mëkatojmë, të gjithë vdesim. Të gjithë do të vdesin një ditë. Kjo nuk është, e di, nuk është një mendim i gëzueshëm, po të gjithë kanë një ditë lindje dhe të gjithë kanë një ditë vdekje. Dhe thuhet se vdekja nuk është thjesht që trupi yt vdes dhe shkon në tokë. Bibla thot vdekja e dytë. Vdekja e ferri u hodhe me liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë. Jam këtu që askush të mos shkojë në atë liçen zjarri. Vdekja e dytë, mendojeni kështu. Vdekja jote e parë është kur trupi yt vdes. Dhe vdekja e dytë, ajo është vdekja shpirtërore. Pra, vdekja e dytë është liçeni i zjarrit. Te Zbulesa 21:8 thuhet, gënjeshtarët do të jenë me liçenin me zjarres qufur, që është vdekja e dytë. Pra, kjo përfshin gjithë gënjeshtarët. Pra, edhe nëse thua vetëm një gënjeshtër, kjo të bën gënjeshtar, miku im. Në Zbulesa 21:27 thuhet për parajsën, dhe aty nuk do të hyj asgjë që ndot, as ai që bën ndonjë neveri apo gënjeshtër. Një gënjeshtër të përjashton nga parajsa, sepse parajsa është një vend i përsosur, dhe nëse ke thënë qoftë edhe një gënjeshtër, atëherë nuk je i përsosur. Pra, mund ta shohësh se si të gjithë mmetemi mangët, ashtu siç thotë edhe ai varg. Të gjithë kemi mëkatuar dhe kemi mbetur larg lavdisë së Zotit. E po, kjo është një problem sepse Zoti na do dhe nuk dëshiron që ne të shkojmë në liçenin e zjarrit. Prandaj, e di çfarë bëri ai? Bëri diçka. Në Romakëve 5:8 thuhet se Zoti e tregoi dashurinë e tij për ne, sepse ndërsa ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Po kush është ky Krisht? Kush është ky Jezu Krisht për të cilin ke dëgjuar? Ose ndoshta nuk ke dëgjuar? Kush është ai? E po, për këtë janë këtu që të shpjegoj. Që në fillim, kur Zoti krijoi gjithë botën, ai krijoi Adamin dhe Evën. Zanafilla 1:27 thot, kështu Zoti e krijoi njeriun sipas shëmbëltyrës së tij. Sipas shëmbëltyrës së Zotit e krijoi atë, mashkull dhe femër i krijoi ata. Pastaj u dha atyre vetëm një rregull, vetëm një: mos hani nga i pemë atje. Siç thuhet në Zanafilla 3:1, është momenti kur ata thyen rregullin, thuhet: "Tani, gjarë prishte më joll se çdo kafshë tjetër e fushës që Zoti Perëndi kishte krijuar." Dhe ai tha gruas: "A ka thënë vërtet Zoti që të mos hani nga çdo pemë e kopshtit?" Dhe në Zanafilla 3:6 thuhet: "Dhe kur gruaja pa që pema ishte e mirë për ushqim dhe e këndshme për syt, dhe një pemë që të shtynte ta dëshiroje, për të bërë të mençur, ajo mori nga fryti dhe hëngri, dhe ja dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe ai bëri po ashtu, aty për aty." Ky ishte mëkati i parë. Dhe ky çift, Adami dhe Eva, ata patën fëmijë e bi, dhe ata patën fëmijë, dhe ata patën fëmijë, dhe ata patën fëmijë, dhe kështu me radhë, pafund. Dhe pikërisht për këtë arsye jemi në këtë situatë, thuhet. Në Romakëve 5:12, prandaj, ashtu si mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu dhe vdekja nëpërmjet mëkatit, kështu vdekja kaloi te të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kanë mëkatuar. Pra, sepse vim prej tyre, të gjithë mëkatojmë, të gjithë gabojmë. Dhe në Zanafilla 3:15, Zoti dha një premtim. Tha: "Dhe do të vë armiqësi midis teje dhe gruas, duke futur me gjarprin aty, dhe midis pasardhësve të tu dhe pasardhësve të saj. Ai do të shtyp kokën dhe ti do t'i kafshosh thembrën." Pra, kjo është profecia e parë për Jezusin që shohim në Bibël. Zoti premtoi se do të vinte dikush që do të ndreqte të gabuarën. Që në fillim pra,
Që atëherë, rreth 3200 vjet më vonë, kush mendoni se u shfaq? Isaia në Bibël. Dhe ai profetizoi për lindjen nga e Virgjira. Thuhet e Isaia shpat 14, prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë. Ja, një e virgjër do të mbetet shtatzën dhe do të lind një djarë dhe do ta quajë emrin e tij Emanuel. Pra, kjo ndodhi 3200 vjet pas profecisë së parë. Dhe di çfarë ndodhi? Pas 700 vitesh profecia u përmbush. Saktësisht, Jezusi lindte. Pra, nuk e di nëse ke dëgjuar për Krishtlindjet, por atëherë shumë njerëz në mbar botën festojnë lindjen e Jezusit. Kështu, te Luka 1:35 thuhet, dhe engjëlli u përgjigj dhe i tha asaj, Shpirti i Shenjtë do të vijë mbi ty dhe fuqia e më të lartit do të të mbulojë. Prandaj, edhe ajo që do të lindë prej teje do të quhet i shenjtë, birri i Perëndis, sepse ai nuk ishte baba njerëzor. Ai është birri i Perëndis. Pastaj ai lindi në qytetin e Davidit, ashtu siç tha profecia e Isaia në Betlehem. Pastaj engjëjt ju shfaqën barinjve te Luka 2:11. Thuhet, dhe engjëlli i tha atij, mos ki frikë. Ja, unë ju sjell lajme të mira me gëzim të madh, që do të jenë për gjithë njerëzit. Sepse sot, në qytetin e Davidit, ju ka lindur një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Pra, gjithë ky kohë kishte kaluar, dhe më në fund Jezusi lindi, dhe ndërsa Jezusi rritej, ai u mbush me fuqi, te Luka 2:20 thuhet. Dhe fëmia rritej dhe forcohej në shpirt, i mbushur me mençuri, dhe hiri i Perëndis ishte mbi ta. Edhe pse ishte i veçantë, sigurisht ai ishte Zot dhe njeri, ishte plotësisht njeri, plotësisht Zot. Dhe kështu, më në fund Jezusi filloi të bënte mrekulli. Te Mateu 15:30, 30 deri 31 thuhet. Dhe turma të mëdha erdhën tek ai, duke sjell me vete të çalët, të verbrit, me mecët, të gjymtuarit dhe shumë të tjerë, dhe i vunë pranë këmbëve të Jezusit dhe ai i shëroi ata. Sa që turma u habit kur panë që me mecët flisnin, të gjymtuarit bëheshin të shëndetshëm, të calët ecnin dhe të verbrit shihnin. Dhe ata lavdruan Zotin e Izraelit dhe pastaj Bibla thot se ai eci mbi ujë. Ai madje ngjalli njerëz nga të vdekurit, gjithfar gjëra të mrekullueshme. Pastaj udhëheqësit shpirtëror të asaj kohe u bën shumë xheloz ndaj Jezusit. Jezusi madje e kishte parathënë këtë. Në Marku 8:31 thuhet, dhe ai filloi t'i mësonte ata se biri i njeriu duhet të vuajë shumë gjëra dhe të hidhet poshtë nga pleqt, kryepriftërinjt dhe skribët, dhe të vritet. Dhe pas 3 ditësh të ringjallet përsëri. Pra ai e parava këtë, dhe ata vërtet planifikuan ta vrisnin. Thuhet në Mateu 12:14. Atëherë farisejt dolën dhe mbajtën këshill kundër tij. Si mund ta shkatronin ata? Pra ata ishin. Dhe në fund, përfundimisht, ata morën Jezusin dhe dëshironin ta vrisnin në kryq, që njihet edhe si kryqëzim. Kjo është fjala e bukur për të vrarë dikën kryq. Ata mblodhen një grup të madh njerëzish për t'i ndihmuar të dënonin Jezusin. Dhe po kërkonin leje për të vrarë Jezusin. Pra, kjo është ajo që ndodhi. Të gjithë u mblodhën bashkë, e kryqëzuan, dhe në fund, Jezusi e vdiq në atë kryq. Po, ditë e tristuar. Dhe pasi ai vdiq, 3 ditë më vonë, disa njerëz shkuan te varri i tij, te varri i Jezusit. Por ata u habitan. Ata zbuluan. Jezusi nuk ishte më aty, dhe aty ishte një engjëll. Në Luka 24:6 deri 7, engjëlli thot, ai nuk është këtu, por është ringjallur. Mos harroni si u foli kur ishte ende me ju, Galiles, duke thënë, biri i njeriu duhet të dorëzohet në duart e njerëzve mëkatar dhe të kryqëzohet. Dhe ditën e tretë, të ringjallet përsëri. Shtu ai u ringjall nga të vdekurit. Prandaj mbani mend, dënimi për mëkatin, për të bërë gjëra të këqija, është vdekja, dhe ka një vdekje të dytë, që është ferri në liçenin e zjarrit. Nuk ka shpëtim prej ende. Prandaj po ju tregoj të gjitha këto, që të mos shkoni atje, dhe thuhet, të gjithë jemi mëkatar, prandaj të gjithë e meritojmë të shkojmë në ferr. O Zoti na do. Në Romakëve 5:8 thuhet, Zoti e tregoi dashurinë e tij për ne, sepse ndërsa ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Pra, Jezusi nuk vdiq vetëm në kryq. Ai pagoi për mëkatet tona me vdekjen e tij, me sakrificën e tij. Ai jetoi një jetë përsosur. E di, ai kur nuk më gotoi asnjëherë. Thuhet te 2 Korinthase 5:21, sepse ai e bëri ato të ishte mëkat për ne, ai që nuk njohu mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Zotit në të. Wow! Te 1 Pjetri 2:24 thuhet, ai mbajti mëkatet tona në trupin e tij mbi dru. Pra, ai mori mëkatet tona në kryq. Të gjitha mëkatet tuaja, të shkuara e të ardhshme, ishin mbi ta atë ditë. Ishte Zot edhe njeri.
ishte përsosur, u pagua për mëkatin tënd pikërisht aty. Dhe te Hebrejve 2:9 thuhet që ai me anë të hirit të Perëndis të shijonte vdekjen për çdo njeri. Dhe te Kolosianëve 2:14 thuhet, duke fshirë shkrimin e urdhëresave që ishte kundër nesh. Pra, ai e fshiu atë, si në një gar, ai e fshiu atë. Urdhëresat kundër nesh ka një listë të madhe dhe të gjatë me gjëra që nuk duhet t'i bëjmë. Në rregull, një listë e gjatë, mos gënje, mashtro apo vidh, është një listë e madhe me një urdhëresë kundër nesh. Pra, gjithçka që ke bërë gabim ndonjëherë, si një listë e madhe, dhe thuhet se ai po e fshin atë, po e zgjup. Pra, thuhet e Kolosianëve 2:14, duke fshirë shkrimin e urdhëresave kundër nesh, që ishte kundër nesh, dhe e hoqi në rrugë, duke e gozhduar në kryqin e tij. Pra, të gjitha gjërat e këqija që ke bërë ndonjëherë apo që do të bësh, u gozhduar në kryq atë ditë. Por jo të gjithë do të shkojnë në parajs, dhe jo të gjithë do të shkojnë në ferr. Bibla thot se ka një gjë që duhet ta bëj secili. Thuhet dhe i nxori jashtë dhe tha: "Zotërinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem?" Dhe ata thanë: "Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtosh ti dhe shtëpia jote." Kjo është e Veprat 16:30 deri 31. Pra, nuk thot të jesh njeri i mirë. Nuk thot të shkosh në kish. Nuk thot pendohesh për mëkatet ose të largohesh nga gjërat e këqija. Nuk thot të ndalosh së shardh, nuk thot të japësh para të varfeve, nuk thot asnjë nga këto gjëra. Nuk thot të pagëzohesh, nuk thot një mori gjërash, nuk thot atja. Në rregull? Thot beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtosh ti dhe shtëpia jote. E shihni, disa njerëz besojnë te veprat e tyre të mira. Disa njerëz besojnë te një Zot i rrem, si Allahu apo Buda ose universi. E dëgjoj shpesh këtë. Universi. Thot beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtosh ti dhe shtëpia jote. Pra, duhet të besosh tek ai dhe atëherë do të shpëtosh. Nëse do të thosha se po shkoj në parajs sepse jam një njeri kaq i mirë, atëherë po besoj tek vetja ime. Po besoj tek vetja ime, por nëse do të thosha se po shkoj në parajs sepse Jezusi është kaq i mirë, Jezusi pagoi për dënimin tim të mëkatit për shkak të mirësisë së tij, kjo është ideja këtu. Nuk po besoj në drejtsinë time. E di, Bibla thot drejtësia jonë është si rroba të ndotura. Kjo është njaste e neveritshme, një leckë pist, aq vlen edhe mirësia jonë. Kështu që kur të shkosh te porta e parajsës, mos u përpiq të japësh një leckë të ndotur. Thjesht thuaj, kam besuar te Jezusi dhe në pagesën e tij për mëkatet e mia. Kjo është ajo që më jep drejtësi. Kjo është ajo që më lejon të shkoj në parajs, të jem në rregull me Zotin. Pra, thuhet disa herë nuk do t'i kalojnë të gjitha, po thuhet sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Kjo nuk vjen prej jush, është dhuratë e Perëndis, jo prej veprave, që askush të mos mburret. Hiri është diçka që nuk e meriton, por je i shpëtuar prej tij nëpërmjet besimit. Pra, ti nuk e meriton dhe je i shpëtuar nëpërmjet asaj që ti beson. Rreshti tjetër thot, dhe jo prej vetes suaj, është dhurata e Perëndis, jo prej veprave, që të mos mburret askush, është një dhuratë. Mirë, ka njerëz këtu që do të thonë, kam sjell një dhuratë, po pastaj ka si kushte të fshehura apo jo. Si një faqe që premton dhuratë falas, por kërkon $1. Nëse paguan, nuk është më dhuratë. Sapo duhet të bësh diçka, ajo nuk është me tillë. Nëse do të thosha, "Hey, do të ta jap këtë Bibël, por duhet të më japësh $5", a është kjo një dhuratë? Jo, apo jo. Po sikur të thosha, "Do ta jap këtë Bibël", është dhuratë, por nuk mund shashma. A fjalë këqija. A është kjo një dhuratë? Jo, sepse duhet ta fitosh ose ta meritosh. Edhe Bibla thotë që është një dhuratë falas, sikur dikush të jep një dhuratë ti thjesht e merr, e pranon dhe thua faleminderit. Dhe në thelb, kjo është gjithçka që duhet të bësh për shpëtimin. Është një dhuratë falas sepse Zoti do. Dhe kjo Bibël thotë shumë herë që është thjesht duke besuar te Jezusi. Kjo është e vetmja mënyrë. Pra thotë që nuk është nga veprat që askush të mos mburret. Kështu që kur të shkojnë parajs, nuk mund të them, jam këtu sepse bëra atë gjën e mirë atëherë. Do të them, jam këtu sepse Jezusi pagoi që unë të jem këtu. Jezusi vdiq në vendin tim. Kjo është e vetmja mënyrë për të shkuar në parajs. Unë nuk jam mjaftueshëm i mjen, unë nuk jam i përsosur. Por Jezusi ishte i përsosur dhe në Romakëve 4:5 thuhet, por ati që nuk punon, por beson tek ai që i shfaqson të pabesët, besimi i tij llogaritet për drejtësi. Pra, besimi i tij llogaritet për drejtësi. Nuk ke pse të kunosh. Thuhet, por ati që nuk punon, pra, nuk ke pse të bësh vepra të mira. Dhe për hir të vërtetës, lënia e mëkatit është një vepër e mirë. Thuhet kështu edhe te Jona 3:10. Kështu Zoti pa veprat e tyre, që ata u kthyen nga rruga e tyre e keqe, pra kjo quhet vepër, kthimi nga rruga e keqe është vepër, dhe kjo nuk kërkohet.
Për të shkuar në parajs, thjesht duhet besosh te Jezusi. Kaq është, kështu që thuhet te Gjoni 3:16, sepse Perëndia, pra, e deshi botën aq shumë sa dha birin e tij vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë përjetshme. Ky është një varg shumë i njohur dhe thotë që kushdo që beson te Jezusi nuk do të humbas, por do të ketë jetë të përjetshme. Sa zgjat përjetësia? Gjithmonë? Pra, asi ta kesh marrë dhuratën, ajo është jotja për gjithmonë. Në rregull, nëse do të thosha, hey, do të jap një dhuratë, këtë Bibël, është jotja. Mund ta kesh, është dhuratë, po pastaj ti më zemëron dhe unë ta marr prap. Kjo nuk ishte dhuratë, ishte diçka e kushtëzuar e çuditshme. Nëse e merr dhuratën, është jetë e përjetshme dhe s'mund ta humbasësh, është jotja për gjithmonë. Gjoni thot, atyre që e pranuan dhe besojnë në emrin e tij, u dha pushtetin të bëhen bi të Perëndisë. Bibla thot, mjafton vetëm të besosh. Beson, është thjesht duke besu te Jezusi dhe kështu mund të bëhesh biri i Zotit. Kështu thuhet te Gjoni 3:3. Jezusi ju përgjigj dhe i tha, me të vërtet po të them, nëse një njeri nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. A e mban mend që ka një vdekje të parë dhe një vdekje të dytë? Po, ka një lindje të parë nga nëna jote dhe një lindje të dytë. Lindja e parë është lindja jote fizike dhe e dyta është lindja jote shpirtërore. Dhe mbaj mend, nëna jote bëri gjithë punën kur lindet. Ti nuk kishe pse të punoje për këtë. I thjesht ishe aty dhe pastaj dole dhe u bëre pjesë e familjes. E njëjta gjë vlen në këto. Pra, ai bëri gjithë punën dhe mund të thuash që lind përsëri në një çast, në një moment, apo jo. Pasi je në familje, nuk mund të mos lindesh më, nuk mund të jesh i palindur. Nuk mendoj ashtu. Është qesharake. Lind dhe je pjesë e familjes. Mund të thuash, mami, babi, nuk ju dua, do iki shumë larg, sa më larg të mundem. Ju dua, s'dua të flas, s'më pëlqejnë rregullat tuaja. Ska gjë, prapje fëmia i tyre, ndaj thuaj, Zot s'më pëlqen, po do flas me ty, do bëj si dua vet. Sa do larg të shkosh, mbetesh në familjen e Zotit. Ashtu është, shpirti yt është i siguruar. Emri yt është i shkruar në librin e jetës për gjithmonë. Pasi të jesh shpëtuar, je gjithmonë i shpëtuar. Dhe gjithashtu lidhet me faktin që, e di, nuk mund të bëjmë çfarë duam sapo të jemi shpëtuar. E di, nuk mund ta përdorim thjesht si një leje për të bërë çfarë të duam. Ne duam të bëjmë gjëra të mira pasi të jemi shpëtuar. E di, thuhet te Hebrejve 12:6, sepse atë që Zoti ja do, e ndëshkon dhe rreh çdo bir që pranon. Pra, ai ndëshkon. Kjo është si të marrësh ndëshkim dhe rreh, është si të marrësh një dru. Pra, thuhet, nëse duroni ndëshkimin, Zoti sillet me ju si me bi, sepse cili është ai bir që Ati nuk e ndëshkon. Por nëse jeni pa ndëshkim nga i cili të gjithë bëhen pjesëmarrës, atëherë jeni të palikshëm dhe jo bi. Pra, ajo që po përpiqem të them është se, nëse Zoti do, ai do të ndëshkojë për gjërat e këqija që bën këtu në këtë tokë. Pra, nëse do të shkoja në dyqan dhe nuk e di, do të përpiqesh atë vivja diçka të vlefshme. Zoti do të më ndëshkonte këtu në tokë, do të shihte që të shkoja në durk për këtë. E bi, Zoti do të sigurohej që të kisha pasoja për veprimet e mia këtu në këtë tokë. Por kur nuk mund të vuj dënimin e ferrit apo të liçenit zjarit, sepse Jezusi i ka paguar të gjitha mëkatet e mia, kështu që ai do të na ndëshkojë këtu në tokë. Ndërkohë që jemi jashtë, nuk mund të shpëtojmë dot asgjë pasi të jemi bërë bi dhe bija të Zotit. Por po them, sa po të rilindim, Zoti do të sillet me ne si me fëmijët e tij, ndaj nuk duhet sillemi thjesht si të na doj qefi. Por sidoqoftë, thuhet se nëse rrëfen me gojën tënde Zotin Jezus dhe beson në zemrën tënde se Zoti e ka ringjallur prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson për drejtësi dhe me gojë rrëfen për shpëtim. Pra, thjesht beson në zemrën tënde, e thua me gojë, kështu e merr shpëtimin. Kaq është, beson dhe e shpreh me zot lart. Kështu thot te Romakëve 10, vargjet 9 dhe 10. Dhe pastaj thot, kushdo që thërret emrin e Zotit do të shpëtohet. Kështu që mund vendosësh emrin tënd aty më parë. Nëse ti thret emrin e Zotit, do të shpëtohesh, ose nëse unë thras emrin e Zotit, unë do të shpëtohem. Kjo është Romakëve 10, vargjet 9 dhe 13. Pra, ajo që po përpiqem të them është se gjithçka që duhet bësh është të thrasësh Zotin për shpëtim dhe ai do të shpëtojë. Është një lutje thjesht, nuk është si një lutje magjike apo fjalë të veçanta të bashkuara. Është thjesht ti me gjithë zemrën tënde. Duke i fol Zotit nga thellësia e shpirtit tënd, ti thuash, e di që jam mëkatar dhe besoj se ti ke vdekur dhe je ringjallur. Ti e pagove çmimin, Jezus, për mëkatat e mia, që unë të mos shkoj në liçenin e zjarrit. Ti e pagove çmimin.
Që të kem dhuratën e jetës së përjetshme, Jezus, më shpëto dhe më jep dhuratën falas të jetës së përjetshme, më çon në parajs kur të vdes. Amen. Pra, nëse beson se ke thënë diçka të tillë me gjithë zemrën tënde para Zotit, ai do të shpëtojë. Ra urina, nëse e the këtë me gjithë zemrën tënde sot, atëherë sot është ditëlindja jote shpirtërore. Gëzuar ditëlindjen, tani ke 2 ditëlindja, kështu që besoj se do të hash më shumë tort. Por seriozisht, gëzuar ditëlindja, thuhet se engjëjt po gëzohen në qiell dhe ti nuk mund ta humbasësh atë. Thuhet, me të vërtet po ju them, kush dëgjon fjonën time dhe beson tek ai që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme dhe nuk do të vijë në dënim, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Pra, çfarë vjen më tani? Po më pas, të sugjeroj të lexosh Biblën. Mua më pëlqen versioni KJV. S'ka ndryshuar prej shekujsh dhe thot gjëra të kundërta nga përkthimet e tjera. King James. Është fix. Dhe nëse keni gjuhë tjetër përveç anglishtes, atëherë do ta vendos këtu në ekran. Kjo është një Bibël e mirë për ta përdorur në gjuhën tënde. Sepse Bibla thot, e gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për doktrinë, për qortim, për ndrejtje dhe për udhëzim në drejtësi. Për të kënaqur Zotin, njihet Biblën. Te 1 Pjetrit 2 thuhet, si foshnjët sapo lindura, kërkoni qumshtin e fjalës, që të rritene. Pra, si foshnje, pini atë qumësht. Së dyti, pagzohu, nuk duhet për të shkuar në parajs, pasi ti po shkon, por Bibla e këshillon, pasi të shpëtohesh. Pra, thuhet në vargun e fundit Mateut, dhe Jezusi erdhi dhe u foli atyre duke thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni e bënin dhënës të gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, bijit e Shpirtit të Shenjtë, e mësojini të mbajnë çfarë ju ka urdhëruar, çfarëdo që ju ka urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë deri në mbarim të botës. Amen. E adhuroj këtë, dhe Jezusi e tregoi vetë se ishte gjë e mirë të pagzohesh. Jezusi erdhi nga Nazareti i Galiles e u pagzua në Jordanin nga Gjoni. Teksa doli nga uji, pa qejt e hapur e shpirtin si pëllumb që zbriti tek ai. Një zë nga qielli tha, ti e biri im i dashur, që më pëlqen. Shpirti e çoi atë menjëherë në shkretë të tjerë. Pra, ky është Marku 1:9 deri 12. A dëshiron që Zoti të jetë i kënaqur me ty? Me ty, pasi të shpëtohesh, pagzohu, është një hap i mirë i radhës në bindje. Jezusi nisi shërbesën, mori ndjekës, bëri mrekullie dhe e kam parë fuqinë e Zotit të veprojë shpejt te njerëzit. Bëj gjëra të mrekullueshme për Zotin pas pagzimit, ndaj e rekomandoj. Nëse je pagzuar foshnje para shpëtimit, kjo nuk është biblike dhe nuk vlen. Nuk është pagzim i vërtet, sepse Bibla tregon se pagzimi ndodh pasi të jesh shpëtuar. Shumë njerëz pagzohen përsëri, nëse je ti ai, atëherë je ti. Unë do thoja po, shko në një kishë të mirë, pagzohu përsëri, sepse Bibla thotë që pagzimi ndodh pasi ti je shpëtuar. Simbolizon vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Jezusit. Ky simbol tregon se po vdes e ringjallesh me të, duke pasqyruar jetën tënde të re në Krisht. Shumë njerëz pagzohen përsëri, është normale si hapi i parë në jetën e re pas marrjes së shpëtimit falas. Prandaj do të thoja, lexo Biblën, një Bibël të mirë dhe pagëzohu, dhe përpiqu të gjesh një kishë të mirë. E di, një që thot shpëtimi është një dhuratë falas. Nëse thon pendohu për mëkatet, ose mund ta fitosh vetë shpëtimin. Bëj bre që nuk do të jesh më i keq. Ose nëse mos shko në një kishë të tillë, por në një kishë ku thon shkoj në parajs për Jezusit. Mirë, faleminderit për gjithë kohën tonë. Të dua. Dhe kalofsh mirë, kudo që të jesh, jam shumë i lumtur për ty. Pranoje shpëtimin, kujdesu për veten, mirupafshim.